Mjekët ginekolog vijojnë të bëjnë apel ndaj çifteve të reja për të ndërmarrë hapin e rëndësishëm të sjelljes në jetë të një fëmie, duke theksuar ndikimin e madh që ky vendim ka në jetën personale dhe familjare. Sipas tyre, përveç aspektit biologjik, lindja e një fëmie përfaqëson një transformim të thellë emocional dhe social për çdo çift. Mjekja ginekologe Sofika Xhelili thekson se ardhja në jetë e një fëmie ndryshon rrjedhësisht gjithçka. Ajo e përshkruan këtë përvojë si një dashuri të pakushtëzuar, e cila jo vetëm forcon lidhjen mes partnerëve, por edhe ndryshon statusin familjar dhe mënyrën se si perceptohet jeta në tërësi. Sipas saj, prindërimi sjell përgjegjësi të reja, por njëkohësisht edhe kënaqësi të pasvendësueshme. Për çiftet e reja, po them që ardhja e një fëmie ndryshon çdo gjë, pavarësisht se ndonjëherë na gënjen mendja për të bërë këtë ose atë, por ardhja e një fëmie ndryshon shumë gjë sepse është një dashuri pa kushte dhe që të ndryshon komplet statusin e familjar. Nga ana tjetër, mjekët vënë në dukje edhe ndryshimet në treguesit demografik. Në krahasim me të kaluarën, numri i aborteve ka rëndësishëm. Mjekët shpjegojnë se kjo rënje nuk lidhet vetëm me ndërgjegjësimin më të madh të çifteve, por edhe me faktin se numri i shtatzanive në përgjithësi ka pësuar ulje. Dikur sipas tyre abortet ishin më të shprehura, ndërsa sot në shumë raste ato janë pothuajse zero. Se dhe abortet ne nuk i kemi shumë të shprehura, sepse më shumë ne kishim frikë nga komplikacionet që kishin nga abortet, pothuajse zero komplikime nga këto gjëra. Dhe abortet kanë rënë. Patjetër, sepse s'ka barra. Së shumti. Të dhënat e vitit 2025 tregojnë gjithashtu disa prirje interesante në lindshmëri. Është vënë re një rritje e numrit të nënave që sjellin në jetë fëmijën e tretë, çka shihet si një sinjal pozitiv për strukturën familjare. Po ashtu, mosha e nënave ka qenë kryesisht deri në 35 vjeç, duke reflektuar një tendencë ku gratë po zgjedhin të bëhen nëna brenda një intervali të konsideruar optimal nga pikpamja mjekësore. Ne kemi patur në këtë vit që kalon një trend që na filluan të bëjnë të tretin fëmijë, të dytin fëmijë, domethënë që i thon mosha 30, 35 vjeç. Ka dhe të veçanta, siç sapo ishte një tani që unë ashtu që ishte 42 vjeç. Pse jo, e bëri të tretin. Një tjetër fenomen që po merr vëmendje është edhe prania e grave të huaja që lindin në maternitetet shqiptare. Në maternitetin e Vlorës, për shembull, nuk mungojnë rastet e grave nga vende të ndryshme, përfshi edhe Filipinet. Bëhet fjalë kryesisht për gra që kanë ardhur në Shqipëri me qëllime punësimi dhe që zgjedhin të sjellin në jetë fëmijët e tyre këtu. Sapo kemi një filipineze që do dalë sot, ka lindur mirë dhe ajo gëzon shëndet të plotë bashkë me bebin e saj. Pra në përgjithësi ka disa Po, kemi të huaj, po. Nga janë zakonisht? Ja, këta që punojnë së shumti këto, kemi të komisive të ndryshme, të fundit kemi këtë. Janë ata që punojnë? Që punojnë këtu, po, edhe që kanë krijuar dhe familje me shqiptarë. Mjekët theksojnë se pavarësisht sfidave ekonomike dhe sociale, është e rëndësishme që çiftet e reja të reflektojnë mbi rëndësinë e krijimit të familjes dhe të marrin vendime të mirë informuara për të ardhmen e tyre. Sipas tyre, mbështetja institucionale dhe ndërgjegjësimi shoqëror mbeten kyç për të inkurajuar rritjen e lindshmërisë dhe për të garantuar një të ardhme më të qëndrueshme demografike.